Cili ishte ai momenti që e pa se nuk është Maqedonia për Isal? Momenti, po edhe nga puna, të me thënë, e ti shpetë si punës, është punuar këtu, normal nuk do të preke dishkush ose. Okej. Po edhe nga ana profesionale e sportit, atje t'jepet më shumë mundësia, i kam arrit më shumë gjërat atje sa këtu. Jo se për prapë dua vendin tim dhe prapë diçka bëj, t'jap kontribut diçka edhe këtu. Prapë dua, por prapë mundësi që kam dash t'i bëj këtu, atje i kam arrit dhe më kollaj edhe më shumë, kam arrit më shumë s'me. A ke pa se të është bën ndonjëherë hile në Itali shkaku se ti je Isal prej Maqedonie? A ka pas ndonjëherë diskriminim për ti? Jo, as edhe nuk e kam vërejt të drejtën. Okej. Jo se për të them diçka se për me vërtet nuk e kam vërejt. E vetë nga gjë që unë prapë respektoj me ligjin që ka një për të arrit në nivel nacional, do të thosë si arbitër. Nëse kalon limitin e vjetëve, nuk mundish të futesh në nivel nacional. Dhe për fat keq mua ajo më ka ndëshkuar, si më thënë,